Me kënu për dike, po. Kur jemi të këndimit duhet me përshëndet pianistin që ishte fantastik, unë nuk më ditë që punon këtu. Astriti? Maestro Astriti, Përshëndesëm Astriti. Kemi qenë gjitha që për kamera u fokusu të pjesa e këngëtarëve, ata që në morën rolin kryesor. Burimi, Profa, Bylby. Ja, në fjallën kryesore ka pas... Po, pa dyshim. Astriti është i veçantë. Burimi të përshkejke zonin, ndoshta është... Jo, nuk e keni pa dhe Arianitin mrapa ka qenë në mështetje. Burimi ka qenë ma i zëshëm edhe ka mbajt atmosferë. Po më dhe që ky zëri është liruar duke shkuar ta mbështes Gjilani në për tribuna, atje ka bërtit shumë. Ja, be, sa është veç për ata, po kur e fata Ismetin nga të dyqysh mjep ke vullnet, kështë që seriosisht ku ka mirë në tardën me bo një farë atmosfere, që si sonte veç pak ma shumë, me thire dhe Halilin, se dyqysh me Halilin atë atmosfere. Kur djana Halili adu s'keni randë gjë tjertë. Pe përshëndesin prej këtu i të Halil. Përshëndesëm gjithësysh. E këthejmë rubrikën, e përshëndesim Halil Matoshin, edhe nga studio këtu. Okej, përkalojmë të botrori dhe po flasim pak me Arianitin.